Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një recetë shumë të sheshme, pite holluar ashtu siç i kam përgatitur më përpara. Fillojmë pa humbur kohë me recetën. Fillimisht në një in hedhim 500 ml ujë. Këtu shtojmë një lugë të gjellës me kryp. E përzim pak që të tretet kripa. E mandej shtojmë 1 deri në 2 lugë të gjellës me vaj. Mandej e shtoj mielin, gradualisht nga pak, derisa të formohet brume. Në total për këtë recetë do ju nevojiten për afërsisht dikon rreth 900 gram miell. Mielin e shtojmë gradualisht nga pak derisa të formohet brume. Edhe çfarë duhet të dini kur e përgatisni brumin për të përgatitur pite lakror e tjerë, brumi duhet të jetë i fortë. E pasi brumin e kena formu, do t'a la të pushoj për 5 minuta. Pas 5 minutave, vazhdojmë edhe e përzim me dorë, e ndjeshim pak, e mandej brumin e ndajmë në pjesë të barabarta. Tash e vazhdojmë edhe ndajmë brumin në 8 pjesë të barabarta. Mundeni nëse dëshironi ta ndani edhe në 10 kuleç ose 10 pjesë. Kështu nga secila pjesë e formojmë kulaçin. Unë kam vendos ta bëj me 8 kuleç, mirë po ju prap do të vendosni nëse dëshironi me i bë pejtat më të holla, atëherë i bëni me nga 10 kuleç. Pasi kena formu kuleçt, do t'i mbuloj për 2 minuta 3, e mandej vazhdojmë edhe bëjmë hapjen e kuleçve në një pejtë të madhe. Marrim kulaçin e parë, për hapjen e pejtave po përdorim miell misri, për t'i hapur pejtat edhe një recetë pak më ndryshe nga ajo që jemi mësuar me përgatit. Të njëjtën recetë mundeni me përgatit me miell gruri, por unë po e përgatis me miell misri për me përgatit një recetë dhe një shije pak më ndryshe. Vazhdojmë edhe kulaçin e qelim kështu me miell misri, edhe miell misri do i hedhim atë sa do të kemi nevojë. Ju pra e shikoni duke e hollu pejtën, nëse ngjitet pejta i shtoni miell misri, nuk prish punë, pra problem, edhe sikur kur e përgatisni me miell normal. Tash vazhdojmë edhe e qelim pejtën derisa të hapet pra një pejtë e madhe. Këtu po e vrini që dal nga dal veç më pejtën e kemi gati, do të munduhem që ta hapi edhe pak, edhe pejtat do ta kemi gati, pastaj do të vazhdojmë edhe të bëjmë mbushjen e pejtave. Po e vreni që është bërë shumë e mirë, është e hollë, pra një pite e holluar me miell misri, një recetë që ja vlen ta provoni. Nuk e di sa jeni duke e pa këtu, por po e vreni që pejta është e hollë e mirë, mundeni nëse doni skajet, ja zgjatni edhe me dorë, nga pak, nuk prish punë pra lirisht, mundeni me i zgjat, kështu me dorë, edhe pejta shkon mirë, e pastaj pejtën e kemi gati për të bërë edhe mbushjen edhe lyerjen e pejtës me yndyrë. Vazhdojmë tash për lyerjen, përdorim gjalp dhe vaj. Unë kam shtuar më shumë gjalp edhe vaj, kam shtuar pak, por ju gjithmonë do ta përgatisni sipas dëshirës suaj, mund ta bëni për gjysmë, pra gjysmën e sasisë ta bëni me gjalp e gjysmën tjetër me vaj, nuk prish punë, me rëndësi është që pejta duhet të lyhet mirë me vaj, për shkak se kemi përdorur miell misri dhe gjithmonë kur në recetat përdorim miell misri, vaja për yndyrë do të na shkojë më shumë. Pasi e kena lyer pejtën mirë, marrim gjizë, sepse mbushjen do e bëjmë me gjizë. Tash unë po shtoj gjizë edhe do e mbushim mirë, e pastaj vazhdojmë edhe mbështjellim pitën ashtu siç i kanë përgatitur gjyshet tona. Gjyshja ime e përgatiste kështu, pastaj nëna ime
E kështu me radhë, gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, recetat po barten nga njëri tek tjetëre. Tash po vazhdojmë kështu. Është me rëndësi se gjithmonë këto receta që janë tradicionale, gjithmonë shijojnë shumë dhe asnjëherë nuk dështojnë. E marrim tepsien edhe e vendosim në tepsi. Mundeni edhe në tepsi të rumbullakët, mund ta përgatesni. Unë po e marr këtë tepsien katrore të shpërrejtë të rrymës, edhe tash po e vendojmë kështu. Edhe tash e kemi gati. Dhe pasi të përfundojmë me 8 kuleçët, duke i hapur në të njëjtën mënyrë, pra edhe të tjerët kuleç, mandej do të vazhdojmë edhe pitën, do vazhdojmë ta lyejmë me gjalpin që na ka mbetur mbe. Edhe furrën e shporetit mos harroni ta nxehni në temperaturë 220 gradë. Mandej e shtim pitën edhe e pjekim në të njëjtën temperaturë në 220 gradë. Nëse shikoni që po ju skuqet shumë, lirisht zvogëlojani temperaturën në 200 gradë. Pra kështu derisa të piqet pitja mirë. E pastaj, pasi të pjeket, do ta shohim edhe apo bëhet e mirë ose jo. Tash drejt edhe në furrë. Pasi është pjekur, unë gjithmonë, pra ashtu që jam mësu prej gjyshes sime, e spërkati me ujë. Mirë po mundeni edhe ta lyeni me pak gjalpë mbe, edhe do ta merr një pamje pak më të mirë, por edhe kështu me ujë ban, veç e spërkatni, e mbuloni, e leni që të zbutet për 5 minuta, e mandej do ta kemi gati për me provu. Pitën e holluar e kemi gati, tash na mbetet vetëm se ta provojna. Edhe po e vreni që është e butë, edhe është tepër e mirë. Ka shije shumë, nëse do ta provoni, ju bof të mirë. Kjo ishte edhe receta që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Me receta të reja shihemi së shpejti. Mirëmbëjtje.